pak qaste paraprimejt në mes të tensioneve, debateve dhe pritjes së madhe që zakonisht mbërthen shtëpinë e Big Brother, një moment i veçantë arriti të ndalë kohën. Bia dhe Toni, çifti që gjithnjë e më shumë po fiton zemrat e publikut, u shfaqën së bashku në një pamje që fliste pa pasur nevojë për fjalë të mëdha, të qetë, të buzëqeshur dhe të sigurt në praninë e njëri tjetrit. Ata vendosën të bëjnë disa foto paraprimejt, nuk ishte thjesht një pozë për kamera. Ishte një moment simbolik, një mesazh i fortë dhe i ndjerë. Me duart e bashkuara, formuan shqipunjën kuqezi, një gest që ngjalli emocione jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe përtej saj. Bia, me zë të vendosur dhe plot ndjenjë, tha fjalët që u bën menjëherë virale, kuqezi deri në vdekje. Nuk ishte thjesht një shprehje patriotike. Ishte një deklaratë identiteti, qëndrimi dhe bashkimi. Në atë moment, Bia dhe Toni nuk ishin vetëm një çift brenda një reality show, ata u shfaqën si dy njerëz që ndajnë vlera, ndjenja dhe një lidhje që shkon përtej lojës. Pamja e tyre u komentua menjëherë nga banorët e tjerë. Disa buzëqeshën, disa i përgëzuan, të tjerë thjesht i vëzhguan në heshtje. Ishte e qartë se ky gest kishte peshë. Në një ambient ku shpesh shihen përçarje dhe interesa personale, ky moment solli unitet, krenari dhe emocione pozitive. Si çift, Bia dhe Toni duken gjithnjë e më të lidhur. Nuk kanë nevojë për skandale për të qenë në qendër të vëmendjes. Mjafton prania e tyre, mënyra si qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe sinqeriteti që reflektojnë. Paraprimejt, ata treguan se edhe në një lojë të fortë, ka vend për ndjenja të pastra dhe mesazhe të forta. Për publikun, kjo pamje mbeti si një nga momentet më të bukura të mbrëmjes. Jo vetëm sepse tregoi një çift të bukur estetikisht, por sepse përcolli një emocion kolektiv, një ndjenjë përkatësie që bashkon shumë njerëz. Në fund, fotoja, shqipunja me duar dhe fjalët kuqezi deri në vdekje u kthyen në simbol. Një simbol i dashurisë, i identitetit dhe i njëjë.